Një akt të papërgjegjshëm i cili rëndon drejt për së drejti në xhepat e qytetarëve dhe biznesit të ndershëm, e cilëson Partia Demokratike Dega Elbasan vendimin e bashkisë për të rritur tarifat vendore. Sekretari i PD-s Elbasan Sokol Shkëlzeni, gjatë një deklarate për median, pohoi se ky vendim përbën një barë të rëndë dhe të pamatur për buxhetin e familjeve. Mëtej ai tha se në një kohë kur mungon shërbimi cilësor, qytetarët nuk kanë arsye të paguajnë më shtrejt. Banorët e Elbasanit janë dëshmitarë se shumë zona të qytetit dhe njësive administrative kanë probleme të theksuara të infrastrukturës rrugore dhe vuajnë nga mungesa mirëmbajtjes. Kazanët e mbushur me plera, me mbeturina të grumbulluara, janë tani më një realitet i përditshëm, të cilët në shumë lagje periferike dhe njësi administrative rrinë të pambledhura me ditë të tëra, duke sjellë ndotjet e mjedisit dhe infeksione të ndryshme. Ndriçimi publik ka probleme edhe në rrugët kryesore të qytetit, ndërsa në lagje periferike dhe njësi administrative thuajse nuk ekziston fare. Të kërkosh nga qytetarët të paguajnë më shumë, pa ju ofruar një standard të prekshëm të përmirësuar shërbimesh, përbën një mosbalancim të rëndë mes detyrimit dhe përfitimit. Paketa fiskale 2026 kaloi pak ditë më parë në Këshillim Bashkiak me vota